Prej më shumë se 20 vitesh, mjeshtri Selami Rondo vijon të punoj me pasion, duke skalitur gur pas guri rrugët karakteristike të Gjirokastrës. Me çekanin në dorë dhe për kushtimin e trashëguar brez pas brezi, ai jep jetë kaldrëmeve që zbukurojnë qytetin muze. Skalitja e gurit është një zanat i vjetër që Selami Rondo e ka trashëguar nga të parët e tij. Ai ka kontribuar në ndërtimin e shumë rrugëve të qytetit, duke lënë gjurmën e tij në çdo lagje ku ka punuar. Ka bërë një kurs i parë që është bërë për Gurgëndjen, këtu në Gjirokastër, e financuar nga një shoqat zviceriani, ka punuar në vazhdimsi, domethënë. Është një zanat që, ta thonë troq, zanati që më pëlqen më shumë, është kaldrëmi, plus dhe ndërtimet e tjera, muret e gurit, çdo gjë me gur. Kemi një lidhje, domethënë trashëgimi familjare me këtë zanat. Kemi pasur dhe ustadar të tjerë të moqëm si Gjemali Rondua. Se dhe unë jam pona ky fis. Dhe e dyta është që më pëlqen, dua dhe unë të jap një ndihmes. Përderisa unë më pëlqen ky zanat edhe ushtroj, jap dhe një ndihmes time, se është një zanat në pothuajse në zhdukje. Kemi punuar të shtëpia Kadares, aty kemi bërë disa punime, me elektriku ka qenë, riparimet që janë bërë kaldrëmet. Ato kanë qenë kaldrëmet e para, do me thënë edhe diçka më para, po aty pothuajse që mbajmë edhe në vazhdim si kemi bërë pazarin e Gjirokastrës, kemi punuar te Kalaja, kemi bërë pjesën tani këtë beare kemi bërë, pazarin që e thash, rrugë e Varoshit kam punuar jo në dorën e parë, në herën e dytë, riparime do me thënë, po këtu ku jemi tani momentalisht, është një diçka që bet nga e para, nuk janë merremetime, nuk janë pjesë të ngushta, po e kemi marrë gjitha këto rrugë, po i bëjmë nga e para, nga fillimi, dhe vlerësoj shumë punën e kaldrëmit tonë, se është shumë i veçantë, është unik. Nuk shikohet kjo punë që bëjmë ne këtu, nuk shikohet në vend tjetër. Do me thënë asë në Shqipëri nuk bëhet, sepse ky gur i kalon të 20 cm, është i plot, kaldrëm i plot, si thonë, nuk është kaldrëme me 10 cm që ben me laç, ato dikur, do me thënë vjen një moment edhe ato në makina do shkëputen, do prishen, kurse ky do jetoj për të jetën. Punimet janë cilësore, ngjeshja këtu bëhet me ruleve që s'ka pse të ketë më qetëdim. Puna jonë është e admirueshme. Banorët dhe turistët admirojnë mjeshtërinë e tij. Rrugët me kaldrëm jo vetëm që i japin hijeshi qytetit, por edhe ruajnë shpirtin e vërtet të Gjirokastrës. Mjeshtri Rondo ka edhe një apel që kjo traditë shekullore të mos mbetet vetëm në duart e pak personave. Ai thotë se është koha që të rinjt ta mësojnë këtë art në mënyrë që historia e gurtë e Gjirokastrës të mos humbas. Unë jam djerë gjithmonë mirë kur kam punuar, që po rregulloj kaldrëmet mua më pëlqen shumë, se është dhe zanati im, po dhe e vlerësoj do me thënë, por një gjë mungon këtu, se nuk shikojmë të rinjt të marrin të zanat. Për këtë duhet të angazhohet dikush, qoftë edhe bashkia, të hapin kurse, të stimulojnë. Se edhe unë një kurs kam filluar fillimisht, pavarësisht se unë më jepej shumë për këtë bërë. Po su bëz gur skalitës, jo e të gjithë, nuk diskutohet, një pjesë e tyre, ata që nuk vazhdojnë shkollën, pse mos merren me këtë punë. Kjo është si të bësh, si ajo shkolla profesionale që është aty, mund të ushtrohet edhe këtu kjo zanat, se është e njëjta gjë. Është një profesion që është vërtet duket i vështirë, për mua, unë nuk mund ta quaj të vështirë, është shumë i bukur. Jo si vjet kisha një djalë. Ai e ushtroi 6 muaj, e mësoi shumë mirë zanatin, edhe ishte moshë e re, 18 vjeç. E mësoi shumë mirë, dikush i foli edhe e la pastaj. Iku. Duhet të trashëgohet patjetër, pse mos trashëgohet. Nuk është zanat i rëndonte, është zanat shumë i shkëlqyer. Unë e bëj me krenari këtë punë. Unë e them sinqerisht që unë këtë punë e bëj me shumë krenari dhe me shumë dëshirë. Edhe unë mendoj se edhe të rinjt, po ndoshta nuk është vlerësimi financiar, po
i duri që nuk i shtyn, por duhet instancat përkatëse duhet të këmbgullin që ky zanat mos të vdes. Sepse kjo është ardhmja e qytetit tonë, Guri. Kaldrëmet, muret, to janë ardhmja. Gjirokastra ka shumë punë për të bërë, nuk është, me atë syrin tim që unë e shikoj, Gjirokastra nuk është akoma në fillimet e saj për të restauruar. Ka shumë punë për të bërë në Gjirokastër. Rrugët me kaldrëm janë kujtesa e gjallë e një qyteti që e ka shkruar historinë e tij mbi gur. Përgjatë viteve të fundit, shumë prej këtyre kaldrëmeve janë betonizuar, duke humbur vlerat dhe trashëgiminë.